Kryeministri i SPAK, Klodian Brau, përballë me deputetët e opozitës dhe mazhorancës në Komisionin Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Demokrati Albana Vokshi theksoi shqetësimin e ngritur edhe në raportet ndërkombëtare për sistemin e patronazhimit të Partisë Socialiste, duke kujtuar se në SPAK janë depozituar disa kallëzime ndaj zyrtarëve të lartë socialist, mes të cilëve edhe Belinda Ballukun. Kemi dërguar në 2025 në tabela të Belinda Ballukut, që se si patronazhon të gjithë qarkun fier, jo vetëm votuesit në Shqipëri, po dhe votuesit e diasporës. Kam lexuar aty komente rënqethëse, që thonin është i smur mendor, është në prag të vdekjes, po e marrin me barel për ta çuar për të votuar. Është me pampers, duhet t'i çojmë për disa votues. Qëndrim që shkaktoi reagimin e socialistit Damian Gjiknuri dhe replika me Vokshin. Po përmend të gjithçka, po përmend gjithçka që e kanë bërë zyrtarisht në SPAK. S'ma heq dot fjalën ti mua, nxefu sa duash. Pyetjes së Vokshit, Brau ju përgjigj duke cituar përcaktimet ligjore. Në dispozitat e kodit penal nuk ka një vepër penale që të ndëshkojë penalisht patronazhimin. SPAK-u, siç e thash, ka 2 vepra penale në kompetencë: korrupsion aktiv në zgjedhje, korrupsion pasiv në zgjedhje. Nëse një funksionar ka shpërdoruar detyrën, nëse një person tjetër ka nxjerrë dhëna personale të publikut, qoftë edhe tonat, është një vepër tjetër penale që nuk është në kompetencë të SPAK-ut. Përplasjet vijuan më tej kur socialisti Ulsi Manja përdori fjalë ofenduese ndaj demokratit Ivi Kaso, pasi tha se gjatë fjalës u ndërprej nga kolegu opozitar. Ti përmbaj mirë rendi ditës, ama çepe gojën tani dër. E leken. Dulle gojën, se të kam gjuhë fort. Para deputetëve, kryeministri i SPAK tha se korrupsioni zgjedhor nuk duhet parë si akt i izoluar dhe individual. Sipas tij, hetimi duhet të zgjerohet drejt burimit të financimit, organizatorëve, ndërmjetësve, personave që koordinojnë skemën dhe përfituesve real të saj. Kjo është arsye pse për zgjedhjet e ardhshme fokusi duhet të jetë më i qartë tek gjurmët financiare. Shitblerje e votës, favoret administrative, pagesat kesh, mbështetje logjistike, shërbimet apo përfitimet e tjera nuk duhen parë të shkëputura nga njëra tjetra. Ato duhet të analizohen si pjesë e një zinxhiri që lidh burimin e parave, mënyrën e shpërndarjes të ndërmjetësit, zonën ku shtrohet ndikimi dhe përfituesin politik ose elektoral të skemës. Kryeministri i SPAK ka ngritur edhe shqetësimin e personave që janë të shpallur në kërkim ose që janë të dënuar dhe arrestimi i tyre ende nuk është kryer. Brau tha se nuk di arsyen pse nuk arrestohen, por bëri të ditur se për personat të veçantë janë duke menduar një strategji për t'i arrestuar vetë. Siç është një fenomen shqetësues për ju, mund të jetë edhe për ne, sepse edhe ne kemi disa të kërkuar me masa sigurimi në mungesë apo të dënuar në mungesë, vendime të cilat nuk janë ekzekutuar. Dhe ky është një shqetësim. Po mendojmë një reagim të ndryshëm institucional nga SPAK-u për të qenë i aftë të bëjë vetë këto veprime të veçanta të natyrës operacionale.